ma tani jemi në një ngjarje mjaft të rëndësishme të sistemit prokurial dhe të pothuajse të tërë shoqërisë. Faleminderit që jeni sot këtu me ne dhe me lejoni që paraprakisht, para se të shkojmë në rastin konkret të zgjedhjet me manipulimin e votave në komunën e Malishevës, të flasim diçka në mënyrë të përgjithshme për zgjedhjet e 28 nëntorit dhe defektet që na u shfaqen pas komplet kësaj situate. Zgjedhjet ju gjithë e dini që nuk janë thjesht një ushtrim procedural, por janë një obligim qytetar. Ata pothuajse janë ngurthemeli i demokracisë sonë. Çdo flet votimi, e cila ka ndodhur tani në sistemin tonë, përfason jo vetëm një vot, por edhe besimin e një qytetari në sundimin e ligjit dhe në institucionet që mbajnë atë. Gjatë procesit të fundit zgjedhor, unë si koordinatore nacionale e zgjedhjeve, bashkë me ekipin tim, kemi monitoruar parregullësitë të cilat na u shfaqen pas përfundimit të zgjedhjeve, të raportuara në shkallë pothuajse të njëjtë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, dikund më pak e dikund më shumë, të cilat ma tani janë të njohura për tërë opinionin. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe të koordinuara hetimore, janë kryer arrestime duke përfshirë individ që shërbejnë si komisioner, të cilët dyshohen se kanë manipuluar votat. Këto veprime nuk janë simbolike. Ato janë të bazuara në prova, janë të nxitura nga ligji dhe të ekzekutuara në përputhje të plotë me të gjitha procedurat ligjore. Le të jemi të qartë, asnjë individ, pavarësisht pozitës apo funksionit, nuk qëndron mbi ligjin dhe integriteti i procesit zgjedhor është i panegociueshëm për të tërë. Prokurori i shtetit deri më tani ka demonstruar profesionalizëm, pashmëri dhe guxim institucional në adresimin e këtyre veprave penale, të cilat bijnë në kapitullin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e që nuk janë as më pak as më shumë se 11 sosh. Transparenca dhe llogaridhënia janë ilaçi më i fortë ndaj korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, sikurse që janë edhe kundër votave të cilat tani më janë të manipuluara. Veprimet tona dërgojnë një mesazh të qartë dhe të pakontestueshëm. Veprat penale kundër të drejtave të votimit do të zbulohen, përpos atyre që deri më tani janë zbuluar, e që është një karakteristike, është falsifikimi i rezultateve të votimit. Puna jonë si prokuror nuk ka të bëjë vetëm me përgjegjësinë për sjelljet e kundërligjshme të kryera, dje apo sot, por ka të bëjë edhe me parandalimin, duke siguruar që proceset e ardhshme zgjedhore të zhvillohen me integritet, pa frikë, pa manipulim dhe pa mashtrim. Dhe besoj që gjithë jemi të pajtimit këtu se kur ligji zbatohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të pakompromis ndaj të gjithë manipuluesve të votave dhe atyre të cilët e kanë shkel votën dhe vullnetin e lirë të qytetarit, besoj që do të na inkurajoni edhe më tepër që të vazhdojmë punën tonë, të cilin ma tani e kemi filluar dhe nuk do të përfundoj deri në hetimin e fundit dhe gjetjen e personit të fundit i cili ka kryer këtë manipulim. Ashtu si që kom thonë dhe në të gjitha konferencat paraprake, prokurori i shtetit do të mbetet gjithmonë i përkushtuar në mbrojtjen e votës së qytetarit, për këtë dhe jemi në këtë proces, se mesazhi jon i vetëm dhe motivi jon është mbrojtja e votës së lirë së qytetarit. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushtë me të gjitha autoritetet e zbatimit të ligjit, siç janë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia e Kosovës dhe njëkohësisht edhe partnerët tonë ndërkombëtar, të cilët pothuajse në çdo hap tonin na përkrahin pa më dyshje. Dhe në fund, demokracia, besoj që të gjithë ju pajtohi edhe me mua që kërkon vigjilencë, ndërsa sundimi i ligjit kërkon veprim. Ne këto veprime i kemi ndërmarrë dhe nuk do të ndalemi këtu, por do të vazhdojmë deri në hetimin e fundit, i cili do ta kompleton këtë proces zgjedhor. Meqense kemi të bëjmë me komunën e Malishevës dhe falenderoj policinë e Gjakovës kryesisht dhe kryeprokurorin i cili do të ju njofton në pika të detajuara për veprimet konkrete të cilat i kanë ndërmarrë dhe jemi në vazhdim të ndërmarrjes së veprimeve të matutjeshme në mënyrën e vetme dhe më precize që ju të informoheni më saktë për tërë procesin e
këtij akcioni, i cili është i dyti me radhë pas Prizrenit, e po që është me vota mjaft të manipuluara në këtë komunë. Ju faleminderit.